Elsa Ulliri, gjyqtarja e cila ishte caktuar me short për të gjykuar dosjen në ngarkim të kryetarit të Bashkisë Shkodër Benet Beci, ka dhënë dorëheqjen nga çështja penale për abuzime në kohën kur ai drejtonte korporatën elektroenergjitike shqiptare. Ulliri mësohet se ja ka paraqitur dorëheqjen dhe arsyet kryetarit të gjykatës posaçme, i cili ka pranuar tërheqjen duke caktuar Besmir Strokun si gjyqtar relator të çështjes. Ndërkohë Irena Gjoka dhe Tleva Deda do të vijojnë të jenë pjesë e trupës gjykuese. Seanca e parë ndaj Benet Becit dështoi pasi 2 prej avokatëve nuk u paraqitën duke e shtyrë atë për në datën 20 maj, ora 10. Gjykata e posaçme e shkallës së parë vendosi në 17 mars të kalojë për gjykim në themel çështjen penale në ngarkim të Becit dhe 6 të pandehurve të tjerë, antar të njësisë të prokurimit të Keshit, të cilët akuzohen se favorizuan një kompani private në një prokurim me vlerë 69.5 milion lekë. Sipas Pakut, të pandehurit kanë shkelur barazin mes operatorëve në një tender konsulence të zhvilluar nga Keshi në vitin 2019 me objekt zhvillimi strategjik i sektorit energjetik. Nga hetimet ka rezultuar se i pandehuri Benet Beci në bashkëpunim me 6 vartësit e tij kanë vepruar në kundërshtim me legjislacionin për prokurimet publike, duke përcaktuar dhe krijuar avantazhe e privilegje të padrejta për shoqërinë fituese të kësaj procedure prokurimi, Consulting and Management Albania SHPK. Hetimi ndaj Becit dhe ish-vartësve të tij për këtë çështje nisi pas verifikimit dhe analizimit të provave materiale të sekuestruara gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e Evis Berberit, i cili akuzohet gjithashtu për shkelje të barazisë në tendera dhe pastrim parash.